gjykimin tim spektakolare, e lirë, sërish në gjykimin tim, nuk e di se si e keni parë ju. Edhe unë njëlloj si ju edhe si besoj miliona shqiptarë në Shqipëri dhe në përbot, jemi të entuziazmuar në kjo protest, është ngjarja më e madhe, më e rëndësishme që ka ndodhur në 35 vitet e fundit në Shqipëri, është një shpërthim edhe i revoltës shoqërore, ndaj padrejtësive, ndaj korrupsionit, ndaj qeverie kaq të korruptuar, ndaj sistemi partijak kaq të korruptuar që kemi në fuqi, po është edhe bartës e një entuziazmi të madh, e një shpresë që Shqipëria mund të jetë krejt ndryshe, nga pikpamja e institucioneve që na qeverisin, mund të jetë një vend vërtet demokratik, mund të jetë një vend pa korrupsion, pa oligarki, një vend ku zhvillimi është i qëndrueshëm dhe të mirat e zhvillimit shpërndahen tek të gjithë. Kështu që më lejo që të jem edhe unë i gëzuar dhe entuziast për atë që jo vetëm po shoh, po edhe përjetoj bashkë me 10 mira të tjerë për ditë në sheshjet dhe rrugët e Tiranës. A ishte e pritshme realisht, se frika më e madhe, mendoje shumë njerëzve, ishte që kjo protest mos do të shuhej. Pra, e të gjithë atyre që e duan vërtet një Shqipëri të re. E kuptoj frikën e qytetarëve dashamirës, sepse ngjarje të tilla janë shumë të rralla në historinë e popullit tonë. Dhe ne duke u mësuar me keq qeverisjen, me shtypjen, me manipulimin, me shfrytëzimin, me vjedhjen e me shumë çka tjetër, duke sikur na kishte humbur dhe pak besimi se gjëra kaq të mëdha dhe të bukura mund ndodhin. Mirë po, me të filluar ky varg protestash, unë me njëherë pata besimin që do të vazhdoj gjatë e do të fuqizohet siç po ndodh dita ditës, deri në arritjen e qëllimit që i bashkon të gjithë qytetarët në protestë dhe që vjen nga thirrje dominuese në protestë.